mu më del që vetëvendosja rritet. Dhe qysh rritet, çep ju shpjegoj. Okej, këtë e ke si po. Jo, kjo është shfash për mu ka dalë në zgjedhje lokale kështu. Dikush po thotë jo ka ra, jo ul, jo asamble më pak, jo numër të votave më pak etj. Në 12 komuna është në balotash. Statistikat po thotë zoti Oma. Jo, çka di statistikë tjetër ta jap. Në 12 komuna është në balotash, në 3 ka fituar pa balotash. Asnjë parti s'është kështu. Asnjë hiç. Domethënë komplet vetvendosja garon kundër këtë tjerëve në komuna. Fryma e votuesve të vetvendosjes është shtridhe në nivelin lokal. Ky është treguesi mjaftueshëm me e kuptuar njerëz çato që thash para 2 minutave. Mu nuk po më del ndryshe. E fundit shpresoj që gaboj. Por jo garancia, gabim, shpresoj që bjen 20% që po e thot vetvendosja. Ajo çka duan dhe çu shërshon konceptin politik të shtetit Kosovës jam të e folë që 5 vjet. Jo më të them në vazhdimsi. Realiteti që këta njerëz po votojnë është diçka tjetër. Dhe unë nuk më ikë se realiteti çu shoh. Që shtonë shoh e përsërisë edhe njerëz qofshë e gabum. Ç'em të them.